e 11 majt u karakterizuan nga blerja publike më masive në tërë historinë e zgjedhjeve në Shqipëri. Zarfi me 100 euro i dërguar në mes fushatës elektorale dhe amnistia prej 200 milion euro gjoba dhe kamata nga viti 2015 në vitin 2025 është blerja publike më fuqishme që ka ndodhur në historinë e vendit. Dhjetra mijëra hektar kanabis që u dhanë licencat për të mbjellë. Çdo bim kanabis me prodhim fitimi 1.000 euro ka qenë është përllogaritur për blerje votash në mënyrën më të pamëshirë. Punësimi, punë për votë, u aplikua masivisht në këto zgjedhje. Sistemi patronazhistëve, kriminali patronazhistëve, i futur në strofulla, ose rreth qendrës votimit, ishte një polici terroriste ndaj zgjedhësve shqiptar. 2 drejtuesit më të lartë të shërbimit informativ kombëtar, zëvendës të drejtores, u morën një javë të para me të gjithë regjistrat e rrjetit agjenturor të sigurimit të shtetit dhe aktivizuan atë për karrigën e Edi Ramës duke shkel ligj dhe çdo gjë. Ne po evidentojmë me shumë përgjegjësi krimin elektoral. Ky krim është po kaq monstruoz në diasporë. Ju e morët vesh, besoj, e morët vesh, se si në kutinë e Beratit për diasporën dilte Partia Socialiste 99.6%. Pra, kemi të bëjmë me Korenë e Veriut. Kjo është e vërteta. Në qoftë se nga Greqia ardhja me postë